Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le t'ju hedhim një sy letrave tarot për 12 sinjat e zodiakut për ditën e 23 korrik 2026. Ju falem. Dashi, letra e tarotit dash për këtë ditë të ënjte është bota. Kjo letër është një simbol i përfundimit të një cikli, suksesit dhe fillimeve të reja. Me hënën në akrep që ndërton zonën e sekreteve dhe emocioneve të thella, kjo është një ditë kur mund të ndjesh dëshirën për të hapur zemrën dhe për të lejuar dikë të afrohet më shumë. 23 korrik e ënjte, ndërsa dielli hyn në një periudhë më të shndritshme për ty, energjia sjell mundësi për një fillim të freskët. Ndoshta ke kaluar një periudhë ku ke mbyllur disa kapituj, ke mësuar nga përvojat e tua dhe tani është koha të ecësh përpara me më shumë besim. Letra bota të kujton se ajo që ke kaluar ka përfunduar për një arsye. Mos u kthe vazhdimisht e djeshmja, sepse sot universi të hap një derë të re. Në dashuri mund të ketë më shumë afërsi, sinqeritet dhe një mundësi për të forcuar një lidhje. Nëse je beqar, mund të ndjesh një energji të re që të shtyn të hapesh ndaj dikujt. Në punë dhe planet personale, kjo letër tregon arritje dhe shpërblime pas përpjekjeve të bëra. Ke mbetur në një pikë ku duhet të besosh më shumë te vetja dhe të shikosh përpara. Dash, sot lëpastat të ke nuk të shërben më, një kapitull mbyllet, por një botë e re mundësisht po hapet para teje. Merr frym, beso në rrugën tënde dhe ec me energjinë e një fitimtari. Demi, letra e tarotit për këtë të ënjte dem është 9 pentakullat, një letër që flet për suksesin, pavarësinë, bollukun dhe kënaqësinë që vjen pasi ke punuar shumë për atë që dëshiron. Ti je një shenjë që di të dashuroj me zemër të madhe, dhe kur ke mundësinë të tregosh anën tënde të ëmbël, e bën gjithmonë me kujdes dhe elegancë. Sot është një ditë ku mund të ndjesh krenari për rrugën që ke bërë dhe për gjithçka që ke arritur deri tani. Me hënën e akrep, emocionet bëhen më të thella dhe mund të ndjesh dëshirën për të ndarë lufturinë tënde me njerëzit që kanë rëndësi për ty. Ndoshta kupton se suksesi nuk ka vlerë vetëm kur e shijoni vetëm, por kur e ndan me ata që të duan dhe të mbështesin. 9 pentakula të kujton se duhet të vlerësosh veten dhe përpjekjet e tua. Mos e nënvlerëso rrugën që ke kaluar, sepse çdo hap të ka sjellë këtu ku je sot. Në dashuri kjo letër sjell një energji të bukur, më shumë vetbesim, afërsi dhe dëshirë për të krijuar momente të veçanta. Në aspektin financiar dhe profesional, mund të shohësh rezultate pozitive nga puna jote. Është koha të shijosh fytyrat e përkushtimit dhe të besosh se meriton të mirat që po vijnë. Dem, sot kujto se je krijuesi i jetës që po ndërton. Shijoje suksesin, rrethoje veten me njerëz të mirë dhe mos harro të festosh çdo arritje, edhe ato të vogla. Binjakët, letra e tarotit për këtë të ënjte 23 korrik. 2 pentakullat e përmbysura, një mesazh që të fton të ndalosh pak edhe të rishikosh mënyrën si po menaxhon kohën, energjinë dhe përgjegjësitë e tua. Ti je një shenjë plot jetë, ide dhe lëvizje. I udhëhequr nga Mërkuri, planeti i mendjes dhe komunikimit, shpesh je si një energji që ecën me shpejtësi të madhe. Por sot universi të kujton se edhe makina më e fuqishme ka nevojë për pushim dhe mirëmbajtje. Me hënën në zonën tënde të shëndetit 23 korriku është një ditë ideale për të parë se çfarë të jep forcë dhe çfarë po të lodh. Ndoshta ke shumë gjëra në mendje, shumë plane për të realizuar dhe po përpiqesh të bësh të gjitha një herësh. Letra 2 pentakullat e përmbysura tregon se mund të kesh një ekuilibër mes punës, jetës personale dhe kohës për veten. Nuk do të thotë domosdoshmërisht se ke bërë gabime. Ndonjëherë thjesht ke marrë më shumë përsipër se sa mund të përballosh. Në dashuri, kjo letër të këshillon të krijosh më shumë hapësirë për komunikim edhe momente të qeta me personin që ke pranë. Nëse je beqar, mos lejo që ritmi i shpejtësisë të jetës të pengojë të hapesh ndaj mundësive të reja. Binjak, sot rregullo ritmin tënd, vendos prioritetet, merr frym dhe mos harro se suksesi nuk vjen vetëm nga të bërit shumë gjëra, por nga të bërit gjërat e duhura në kohën e duhur. Gaforia, letra e tarotit gafore për këtë të ënjte, mbreti i pentakulave, një simbol i suksesit, stabilitetit, sigurisë financiare dhe mençurisë që vjen nga përvoja e jetës. Kjo letër tregon se ke arritur në një pikë ku mund të shohësh frytet e punës dhe përpjekjet e tua, ndoshta ke kaluar periudha të vështira. Ke luftuar për të ndërtuar diçka të qëndrueshme dhe tani fillon të ndjesh më shumë siguri dhe qetësi. Me hënën e akrep, emocionet e tua janë më të thella se zakonisht. Mund të ndjesh pak faj ose siklet për suksesin tënd, sidomos nëse sheh njerëzit përreth teje që ende përballen me sfida.
por letra mbreti I pentakulave të kujton se nuk duhet të ndihesh keq për bekimet që ke fituar. Suksesi yt mund të bëhet një burim frymëzimi edhe për të tjerët. Këtë të njëjtë I zemra jote kërkon të jap. Mund të ndjesh dëshirën për të ndarë këshilla, përvojën dhe mbështetjen tënde me njerëzit që kanë nevojë. Ti e di çfarë do të thotë të kalosh momente të vështira dhe pikërisht kjo të bën një udhëheqësyes të mirë për të tjerët. Në dashuri kjo letër sjell një energji të qëndrueshme dhe besnike. Është një kohë për të ndërtuar marrëdhënie me themele të forta. Në punë dhe financa, mund të shfaqen mundësi që sjellin rritje dhe siguri. Gafore, sot mos e fsheh dritën tënde. Ajo që ke arritur nuk është vetëm për të shijuar, po edhe për të përdorur për të sjellë mirësi dhe shpresë tek të tjerët. Luan, letra e tarotit për këtë të njëjtë. 7 shkopinjt, një letër që flet për guximin, mbrojtjen e vetes dhe vendosjen e kufive të shëndetshëm. Ti je një shenjë fort, e guximshme dhe plot vetbesim. Shpesh beson se mund të përballosh gjithçka dhe merr përsipër më shumë se sa duhet, por sot universi të kujton se edhe luftëtarët më të fuqishëm kanë nevojë të ndalojnë, të pushojnë dhe të mbrojnë energjitë e tyre. Këtë të njëjtë 23 korik, me hënën që të fton të kërkosh më shumë reati dhe qetësi, është koha të dëgjosh veten. Letra e 7 shkopinj të tregon se nuk ke pse tu provosh të gjithëve, gjithmonë se sa I fort je. Ndonjëherë forca më e madhe është të thuash jo kur diçka nuk të bën mirë. Në dashuri kjo letër të këshillon të vendosësh kufi të qartë dhe të mos lejosh që dikush të marrë më shumë nga ti, se sa je gati të japësh. Nëse je në një lidhje, komunikimi I sinqert do të të ndihmojë në krijimin e më shumë respekti. Nëse je beqar, mos u nxito. Të pranosh dikë vetëm për të mos qenë vetëm. Në punë dhe në planet personale, mund të ketë situata ku duhet të mbrosh idetë dhe zgjedhjet e tua. Beso te ajo që ke ndërtuar, por mos harro të ruash ekuilibrin. Luan, sot nuk është dita të luftuar çdo betejë. Zgjidh me kujdes ku ja vlen të japësh energjinë tënde. Vendos kufinjtë e tu, mbros zemrën tënde dhe ec përpara me krenari. Virgjëresha, letra e tarotit për sot Virgjëres për këtë të njëjtë, asi I shkopinjve. Një simbol I fillimeve të reja, frymëzimit, energjisë krijuese dhe dëshirës për të hapur një kapitull të ri në jetën tënde. Sot je më e hapur për të komunikuar me njerëzit që do dhe për të shprehur ato gjërat që ti I ke mbajtur në zemër. Megjithatë, me hënën në akrep, emocionet mund të jenë më të thella dhe ndonjëherë jo aq të lehta për të kuptuar. Mund të ndjesh më shumë gjëra njëherës dhe të kërkosh mënyrën e dur për t'i shprehur. Letra e shkopimeve të fton të mendosh. Çfarë do të thotë një fillim I ri për mua? Ndoshta është një projekt I ri, një ndryshim në marrëdhënie, një vendim personal ose thjesht një mënyrë e re për të parë veten. Këtë të njëjtë, shkrimi, reflektimi dhe nxjerrja e mendimeve me zë mund të ndihmojnë të kuptosh më qartë dëshirat e tua. Kur I vendos ndjenjat në fjalë, bëhet më lehtë ti ndash ato edhe me të tjerët. Në dashuri kjo letër sjell një energji të bukur për afrim dhe sinqeritet. Është një moment I mirë për të folur hapur për atë që dëshiron dhe për të krijuar një lidhje më të fortë. Nëse je beqar, mund të shfaqet një mundësi që sjell emocion dhe një ndjesi të re. Në punë dhe ëndrat e tua personale, asi shkopimeve të kujton se një ide e vogël mund të bëhet diçka e madhe nëse I jep vëmendje dhe përkushtim. Virgjëres, sot dëgjoj zërin tënd të brendshëm, një shkëndijë e re pro lind brenda teje. Beso tek ajo dhe lejoje të udhëheq drejt një fillimi më të bukur. Peshorja, letra e tarotit për sot peshore për këtë të njëjtë 7 pentakulat e përmbysura. Një letër që flet për padurimin, pritjen dhe nevojën për të kuptuar se jo çdo gjë ndodh në kohën që ne dëshirojmë. Ti je një nga shenjat më bujare të zodiakut, ke një zemër të madhe dhe shpesh je personi që jep kohën, dashurinë dhe mbështetjen tënde për të tjerët. Të pëlqen të ndihmosh dhe zakonisht e kupton se çdo njeri ka ritmin e vet për të ndryshuar dhe për të arritur qëllimet e tij. Por sot, letra 7 pentakulat e përmbysura tregon se mund të ndjesh një lloj padurimi. Ndoshta ke investuar shumë energji në diçka që po pret të shohësh rezultatet, por ato ende nuk po vijnë aq shpejt sa dëshiron. Këtë të njëjtë mund të shfaqet në situatë që të bën të ndihesh sikur duhet të veprosh menjëherë. Edhe nëse nuk e kupton plotësisht çfarë po ndodh, letra të këshillon të mos humbashësh qetësinë dhe të qëndrosh besnike ndaj natyrës tënde të duruar dhe të kuptueshme. Në dashuri, mos nxito të kërkosh përgjigje ose vendime të menjëhershme. Jepi kohë emocioneve dhe njerëzve të shprehen. Nëse je në një lidhje, durimi dhe komunikimi do të jenë çelësi. Nëse je beqar, mos u përpiq të detyrosh një situatë që ka nevojë të zhvillohet natyrshëm. Në punë dhe planet personale, rishiko hapat e tu dhe pyet veten nëse po përpiqesh ta përfejtosh diçka që kërkon më shumë kohë për të rritur. Peshore,
sot kujto gjërat e bukura nuk ndëtohen gjithmonë shpejt. Vazhdo të mbjellësh me dashuri dhe besim sepse çdo përpjekje e jotja ka vlerë. Akrepi, letra e tarotit për sot akrep për këtë të njëjtë kalor si pentakulave i përmbysur. Një letër që flet për mërzin, mungesën e motivimit dhe dëshirën për të sjellë ndryshim në jetën tënde. Me hënën në shenjën tënde, emocionet dhe intuita janë më të forta se zakonisht. Sot ndjen një shtysë të brendshme për të provuar gjëra të reja, për të përmirësuar dhe për të dalë nga rutina që mund të ketë lodhur. Letra kalor si pentakulave i përmbysur tregon se ndonjëherë mund të ndihesh sikur je ngecur në të njëjtin ritëm. Edhe pse je një person këmbgulës dhe i përkushtuar, rutina e tepërt mund të të heqë entuziazmin, mund të pyesësh veten, a ka diçka më shumë që mund të bëj, apo ec në drejtimin e dur. Këtë të njëjtë universi të fton të kërkosh frymëzim të ri, ndoshta është koha të rikthehesh te një pasion i vjetër, të mësosh diçka të re ose të gjesh një aktivitet që të zgjon anën krijuese. Në dashuri kjo letër të këshillon të sjellësh më shumë gjallëri dhe spontanitet në marrëdhënie. Mos lejo që rutina të zbeh emocionin. Nëse je beqar në ndryshim në mënyrën se si takon njerëzit, mund të sjellë mundësi interesante. Në punë dhe qëllimet personale, mos e shiko ngadalë si dështim. Ndonjëherë një pushim i vogël ose një qasje e re është ajo që të duhet për të fituar energjinë. Akrep, sot është dita për të thyer monotoninë. Lejo veten të eksplorosh, të krijosh dhe të zbulosh përsëri atë pjesën tënde që ndizet nga pensioni. Shigjetari, letra e tarotit për këtë të njëjtë shigjetar, rrota e fatit e përmbysur, një letër që flet për ndryshime, mbyllje ciklesh dhe nevojën për të lënë pas atë që nuk të shërben më. Me hënën në akrep sot mund të ndjesh më shumë qartësi për diçka që duhet të largohet nga jeta jote. Mund të jetë një situatë, një zakon, një mendim apo edhe një lidhje që të ka mbajtur lidhur me të kaluarën. Zemra jote e di kur është koha për të thënë lam të mirë. Letra e tarotit, rrota e fatit e përmbysur, shpesh lidhet me ndjesinë, sikur gjërat nuk po ecin sipas planit, ose sikur ka disa vonesa në rrugën tënde. Por kjo letër të kujton se jo çdo ndalesë është një pengesë. Ndonjëherë universi të largon nga një drejtim i gabuar për të çuar drejt diçkaje më të mirë. Këtë të njëjtë nësa dielli hyn në luand dhe aktivizon anën tënde aventuriere, ti fillon të shikosh përpara dhe me më shumë optimizëm. Ti nuk je një shenjë që lejon energjinë negative të qëndrojë gjatë. Ke aftësinë të rilindësh, të ndryshosh drejtim dhe të kërkosh përsëri gëzimin. Në dashuri kjo letër të fton të mbyllësh plagët e vjetra dhe të mos marrësh me vete barrën e së kaluarës. Një kapitull mund të përfundojë për të bërë vend një fillimi më të bukur. Në punë dhe planet personale, mos u frikëson nga ndryshimet e papritura. Ajo që duket si një kthesë e vështirë, mund të jetë pikërisht ajo që të hap një rrugë të re. Shigjetar, sot shiko përpara me sy të rinj, lëre pasat e që të rëndon dhe drejtohu drejt gjërave që të sjellin pasion, liri dhe lumturi. Bricjapi, letra e tarotit, bricjap për këtë të njëjtë, 6 shpatat e përmbysur. Një letër që flet për një periudhë kalimi, emocionet e pambaruara dhe nevojën për të gjetur qartësi në rrugën përpara. Gjërat po ndryshojnë dhe një pjesë e jotja mund të ndihet e lehtësuar që një kapitull po mbyllet. Në largimin e diellit nga kaforja mund të ndjesh dëshirën për të larguar vëmendjen nga çështjet emocionale dhe marrëdhëniet, duke u përqendruar më shumë te gjërat që kanë rëndësi për ty, financat, siguria dhe ndërtimi i së ardhmes. Po letra 6 shpatat e përmbysur tregon se mund të ketë ende disa ndjenja që nuk i ke shprehur plotësisht. Ndoshta është një pjesë e jotja që është ende duke përpjekur të kuptojë atë që ka ndodhur dhe të gjej paqen me të kaluarën. Këtë të njëjtë mos e detyro veten të ecësh përpara pa i përpunuar emocionet. Jepi vetes kohë për të kuptuar çfarë dëshiron vërtet për muajin e ardhshëm. Një ide e mirë sot mund të jetë të krijosh një tabel vizioni, të shkruash qëllimet e tua ose të planifikosh hapat e ardhshëm. Në dashuri kjo letër të këshillon të mos mbash brenda gjërat që kërkojnë të thuhen. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë lehtësim dhe mbyllje emocionale. Në punë dhe financa kjo është një kohë për të rishikuar planet dhe për të krijuar një drejtim më të qartë. Mos u shqetëso nëse ndryshimi po ndodh ngadalë, edhe tranzicionet kanë nevojë për kohën e tyre. Bricjap, mos u dito të harrosh të kaluarën, prano atë që ndjen, krijo një vizion të ri dhe përgatitu për kapitullin që po vjen. E ardhmja jote po ndërtohet hap pas hapi. Ujori, letra e tarotit për sot ujor, 3 shpatat, një letër që lidhet me emocionet, e thella, kujtimet, shërimin dhe përballjen me ndjenja që mund të jenë mbajtur brenda. Ti je një shenjë që shpesh mban një distancë të sigurt dhe nuk i lejon të gjithë të hyjnë lehtësisht në botën tënde emocionale.
por kur vendos t'i hapësh derën dikujt, e bën sepse ai person ka një rëndësi të veçantë për ty. Letra e tarotit 3 shpatat, si letra e ditës, mund të rikthehen disa kujtime nga e kaluara. Ndoshta një histori dashurie, një zgënjim apo një moment që të ka lënduar ende lë një gjurmë në zemrën tënde. Por kjo letër nuk vjen vetëm për të treguar dhimbjet, ajo vjen për të treguar dhe procesin e shërimit. Në 23 korik, kujtimet mund të shfaqen, por mënyra si i përballon ato është zgjedhja jote. Në vend që të qëndrosh te ajo që ka humbur, përpiqu të shohësh çfarë të ka mësuar ajo për veten, për dashurinë dhe për atë që meriton. Në dashuri kjo është një kohë për të qenë i sinqert me ndjenjat e tua. Nëse je në një lidhje, një bisedë e hapur mund të të ndihmojë në shërimin e disa plagëve të vjetra. Nëse je beqar, mos lejo që në përvoja e të skaluarës të mbyllin ndaj mundësive të reja. Në jetën personale, 3 shpatat të kujton se edhe zemrat më të forta ka nevojë të shërohen. Të lejosh veten të ndjesh nuk është dobësi, por një hap drejt rritjes. Ujor, sot mos u frikëso nga emocionet. Shikoje të kaluarën me butësi, mëso prej saj dhe lejoj që zemra jote të gjejë përsëri qetësi. Peshqit, letra e tarotit peshq për këtë të ënjte, perandoresha e përmbysur. Një mesazh i fuqishëm që të kujton të kujdesesh më shumë për veten, për emocionet dhe për miqënien tënde shpirtërore. Ti je një shenjë me zemër të madhe, gjithmonë e gatshme për të ndihmuar, për të dëgjuar dhe për të dhënë dashuri njerëzve për rreth. Por ndonjëherë, duke kujdesur kaq shumë për të tjerët, mund të harrosh veten dhe nevojat e tua. Letra e tarotit perandoresha e përmbysur tregon se mund të kesh lënë pas dore kohën personale, ëndrat ose qetësinë tënde emocionale. Ndihma ndaj të tjerëve të bën të ndihesh mirë, por sot universi të kujton se edhe ti ke nevojë të ushqesh shpirtin tënd. Këtë të ënjte pyet e veten: çfarë më bën mua të lumtur? Çfarë më jep energji? Mund të jetë koha për të pushuar më shumë, për të bërë diçka krijuese, për të lidhur me veten ose thjesht për t'i dhënë vetes pak dashuri dhe kujdes. Në dashuri kjo letër të këshillon të mos japësh gjithmonë më shumë se sa merr. Në marrëdhënie, një marrëdhënie e shëndetshme kërkon ekuilibër, ku edhe ti të ndihesh i vlerësuar dhe i dashur. Në jetën personale mos harro se kujdesi për veten nuk është egoizëm. Kur ti je mirë emocionalisht, ke edhe më shumë forcë për të qenë pranë njerëzve që do. Peshq, vendose pak veten më lart në listën e prioriteteve. Mbush zemrën tënde me qetësi, dashuri dhe energji të re. Ti meriton të marrësh të njëjtin kujdes që u ofron të tjerëve. Ky ishte parashikimi i letrave tarot për 12 shenjat e horoskopit për ditën e ënjte 23 korik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.